Alhamdulillah, wa kafa, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala Mustafa, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Falënderim të nësita këmet me Allah subhanahu wa ta'ala, losë dhe ati po gjërohem që të lavdrej dhe të begoj dërgojnë ti Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e tij të vëzhgjellën. Një prej themeleve më fundamentale që kanë të bëjnë me leximin e saktë edhe të suksesshëm të tekstit fetar ose teksteve të shenjta është përcaktimi i saktë i metodologjisë. Domethënë ç'i qasësh, ç'i lexon, pika po do me afru dhejnë të kuptimet, ose si e kije rrugtimin drejt nxjerrjes së kuptimeve. Metodologjia e leximit është një prej parakushteve më të rëndësishme për me pasur një lexim të suksesshëm. Mirë po, nuk është e mjaftueshme me pas metodologjinë e saktë nëse nuk e kije edhe motivin e mirëfillt, edhe nëse lexuesi nuk është domethënë i aftë. Ndonjëherë metodologjia është e saktë, po motivi nuk është aq i lartë, ose motivi mund të qenë i lartë, po lexuesi nuk është aq i aftë. Për arsye kur bëhen këtu bashk, domethënë motivi, lexuesi edhe metodologjia, i njëjti ajet është, po dikush nxjerr diçka prej atij ajeti që tjetri ndoshta as s'e ka menuar se mundet me pasën çat mesazh domethënë ajeti. Ose shumë tema të fejes ndoshta dalin si pa ngjyra. Dhe jo pse ato nuk kanë ngjyra, po lexuesi mund të mund i dobët ose motivi mund të mund i varfër ose domethënë metodologjia jo e përkryme. Për arsye kam një tendencë sonte me pasën si përpjekje fillestare në këtë varg mësimesh, me paraqit një pretendim që realisht prej kohësh domethënë u munon. Shpesh ne kemi disa tema fetare të cilat janë shumë gjana, po perceptimet e tona, metodologjitë e tona dhe motivet e tona, edhe na si lexues e kemi ngushtuar temën. Edhe pastaj tema na duket sikur është e ngushtë, por realisht domethënë ne jemi ata të ngushtit që këtë veti të ngushtësisë sonja kena përshkruar tekstit, por realisht teksti u kon shumë i gjatë. Edhe një pikë në situatave që jena të ngushtë ose i kena dhënë ngushtësi teksteve dhe perceptimit të tyre, është një situatë cilën kam trajtuar me disa ilustrime para se me hin temë edhe para se me shpalos domethënë idenë e këtij vargu mësimesh. Ekziston një situatë ngushtësisë, nëse kena drejt me thujt, ngushtësia e izolimit të tekstit fetar për brenda një kontekstit, ani pse konteksti nuk është domethënë definitiv në atë rast. Ani pse nuk është hadithi edhe ajeti ekskluzivisht veç për çat kontekst për cilin është zbrit ajeti ose ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe na kur e lexomi hadithin, sa interesant, çështu i paska ndodhur sahabijut. Ose sa e çuditshme çysh ka ndodhur kjo te Ben Israelit. Ose sa kërcënim i madh, po çysh është ndjeja ai i cili ka qenë i kërcënuar, më thon mirë, po në asnjë rast na nuk e shohim që ai ka të bëjë edhe me neve. Na e ngushtojmë në kontekstin ku është thon. Për arsye, po do të përmend disa shembuj, pastaj më dalte, domethënë te trajtesa. Për shembull, shembulli i parë është Imam Ahmedi. Shuajbi thotë që hadithi është hasan për Abu Hurajra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot Abu Hurajra thot vënë njëri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe i tregon thot inna fulana yudhkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Thot ujdur Allahut është një grua këtu në fqinjsinë tonë, thot shumë përmendet për takvallok, shumë përmendet për namaz natë, shumë përmendet për sadaka, shumë përmendet për dhikr edhe për vepra të mira. Thot ghayr annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Thot mirë po shumë njeri keq ka çështja e gjuhës. Do të thonë shumë i munon njerëzit me shpifje, me llafe, me thashëthem, me kështu me radhë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot hiya fi an-nar. Kjo grua është zjarmi i xhenemit. Tash na menumi edhe lexojmë këtë hadith dhe na e shohim sigurisht problemin që sa i gruas. Po nuk është domethënë kuptimi i saktë këtë rast me e ngushtuar për mëna një rastit një grua që ka ndodhur para 1400 vjetëve. Domethënë kërcënimi që mundesh më qenë i devotshëm, edhe me një xhenem shkaku i gjuhës, o kërcënim jashtë kontekstit, nuk ka të bëjë vetëm me këtë grua. As nuk ka të bëjë vetëm me atë brezin e sahabëve dhe sahabeshave. Domethënë shumë i gjanë. Çish kuptohet gjanë çka hadith? Gjani bie domethënë që të qenit nga trestar nëpërmjet gjuhës bën të predispozuar për xhenem edhe nëse je i devotshëm në ibadetet e tjera. Edhe nëse provimet e tjera i ka përcjellë me sukses, nëse të çështja e gjuhës i lëshun mëkate, ka gjas me përnu zjarmin e xhenemit. Çi bie, kur na e përmendëm çysh në vakt Rasullait pas ka pas çdo një grua, këtë rast ne na tu lexu ngusht. Kjo është një rast, po si fenomen vlen për ditën e gjykimit. Ose një shembull tjetër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shënim Buhari Muslim pe Abu Hurajra sot kanë tajirun yudayinu an-nas. Thot u kon thot një tregtar, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju ka dhënë borxh njerëzve. E ka pas vetia dhe veçori të dhënit borxh dhe mi liru njerëzit në vështirësi. Thot fa idha ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawazu an. Kur i ka ardha fati me shku njerëzit mja këty borxhet, ata shëptorët apo punëtorët e vet, kur më shku i mor borxhet, ju ka thonë kohë që i gjeni njerëzit që janë zor thot pritni, jepni afat. Ose thot domethënë edhe liron e këtë pi borxhit. La'alla Allah an yatajawaza anna fatajawaz Allahu anhu.
ndoshta Allahu mu më liron dikun në ditën e gjykimit. Ndoshta Allahu mu më liron ditën e gjykimit, ju lironi domethënë aty në cilët ju kom dhënë borxh, thot fatajawaz Allahu anhu, edhe Allahu domethënë e liroi atë ditën e gjykimit. Ka një transmetim tjetër te Imam Muslimi që Allah subhanahu wa taala thot, unë jam më meritor unë me liru kët, mos i ky kon çështu, bujar me njerëzit, unë jam më bujar se sa domethënë ky. Tash, a është i veçantë ky si rast, që njeri mundet me fitu xhenetin veç tukonën tolerant në borxhdhënie? Nuk është rast i veçantë, domethënë se ti se ka ndodhur kjo te beni Israelit, atëherë ki ke kuptuar hadithin. Hadithi jo më i gjon, hadithi sigur jep më nën kuptu, që ti mundesh me fitu xhenetin edhe vetëm me konceptin e borxhdhënies. Për shembull Allahu subhanahu wa taala ka dhënë mundësi për më kon më kujtë shumë për njerëzit, edhe rrjedhëmesh pastaj domethënë me ju gjintën nëpërmjet sadaka, nëpërmjet borxheve. Saktësisht, nuk i arrit më bësh shumë i devotshëm nëpërmjet Kuranit, nuk i arrit më bësh shumë i devotshëm nëpërmjet dhikrit, nuk i arrit më bësh shumë nëpërmjet namazit natës, mirë po domethënë menon mja çel njerëzve udh. Dikush fjala po do mja nisni punë, ti ja çel udhën, dikush do u martu, ja çel udhën e kështu me radhë, edhe konsideron pjesë të kontratës me fitu xhenetin. Jo thjesht që e ki natyrën e bujarit, e ki pjesë të kontratës. Ndoshta unë zmrrim me itikaf me fitu xhenetin, po e mrrin nëpërmjet domethënë bujarisë me njerëz që janë domethënë në zor. Kur e kanë Abdulrahman ibn Awfi që këtë hadith, nëse u kon mezhlis kur e ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Domethënë Abdulrahman ibn Awfi nuk ka bën matematika, e meritojnë këta banor, bujarin tema nuk e meritojnë. Kur ka dek Abdulrahman ibn Awfi, 1/3 e Medinës janë kon burxhlit të Abdulrahman ibn Awfi. Mirë po te 1/3 e burxhlive të Abdulrahman ibn Awfi nuk shkon kurkush me dikan u prish. Nuk shkon me kërkan që thonë është prish. Pse? Se ky nuk ka thonën e ka fitu xhenetin një ben Israelve me borxhdhënie. Ky e ka nxjerr jashtë kontekstit. E ka nxjerr jashtë kontekstit që ka ndodhur. Ose një shembull tjetër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lënë ka dy varre në Medinë, sikur se shënojmë Muhamedi Buhari Muslimi për Abdullah ibn Abbasit, edhe thot amma innahuma la yu'adhaban. Thot çdo dy vet janë duke u dënuar. Një pjesë dietarëve thonë këta dy janë kompi sahabëve. Domethënë çka mohot men Medinë pi varreve janë Medineli sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot amma innahuma la yu'adhaban. Këta dy thot janë duke u dënuar, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot wa ma yu'adhaban fi kabir. Mirë, po nuk janë duke u dënuar në diçka të madhe. Thot amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namima. Njëri prej dyve ka bëjt llafe. Thot amma al-akharu fa kana la yastatiru min bawlihi. Ky tjetri nuk ka qenë kujdesshëm gjatë kryerjes së nevojave fiziologjike. Tash, shka është në këtë rastin e këtij hadithi? A është mençuri me lezu hadithin ngushtë, se problemi dy vetave? A u kon edukatë Resulullah sallallahu alaihi wasallam me kallëzu se çyki s'u koni kujdesshëm gjatë kryerjes së nevojave fiziologjike? A u kon edukatë Resulullah sallallahu alaihi wasallam me kallëzu se ky ka bëjt llafe? Na kemi edukatën që të më jamlu njerit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po do me kallëzu se ky nuk është rasti i izoluar në një konteksti. Merre edhe nxirre në rregull, mundesh me u dënuar në varr për një pakujdesi. Domthon i shpërfill disa gjuna dhe i konsideron kur gjajit, se unë kënena e mirë, se këta janë sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk është menuar që këta kanë kriza me farzët. Mirë po domethënë pakujdesia në çështjen e pastërtisë, edhe çështjen e pastërtisë së gjuhës i ka bërë domethënë të rrezikuar prej domethënë dënimit të varrit. Ose një shembull tjetër. E shohim Buhariu prej Sahl ibn Sa'dit radhiyallahu anhu, që kur janë taku dy ushtria e Islamit dhe ushtria e Shirkut, edhe ka filluar lufta, thot fi ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rajulun la yada'u lahu shahadatun wala fadha illa tabaha yadribuhu sayfi. Thot u vëre thot pasi filloi betejë, thot u vëre thot mesin e sahabëve një trim që kudo që ishte pika më e rrezikshme ai thot ishte aty. Ku deshka me tregu trimnina, sakrificën më të madhe ishte aty. Edhe dikush prej sahabëve thot ma ajza minna al-yawma ahadun kama ajza fulan. Thot sot kurkush nuk i ka dal zot kësaj pune, edhe kurkush nuk ka bërë diçka më të madhe sa filani. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë amma innahu min ahli an-nar. Thot çaj është pibani me llaf, çaj është pibanor e zjarrit të xhenemit. Edhe normal ai sahabiu që e ka niket llaf, ka thonë ana sahibu. Thot unë kam e përcjell çysh Resulullah sallallahu alaihi wasallam për këtë matrimin, ma sakrifikuesin, po thot që kjo në zjarmin e xhenemit, edhe thot e përcjella deri sa thot erdhi një moment thot fejuri ar-rajulu jurhan shadida fasta'jala al-maut. Edhe tha u plagos me plagë shumë të madhe, edhe përshpejtoi vdekjen edhe bëni vetvrasje. Edhe pastaj tha e kuptova që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çfarë ka dashur me na thonë. Domethënë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka të fol për një situatë të izoluar. Nuk do të fol për, domethënë, një rast, një individ që ashtu kanë në luftë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, dhe mas ka dekën me përfundim të keq. Masi i vinë dhe e kallzojnë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, sikurse Resulullah sallallahu alajhi wasallam do më mor nëpërmjet shembullit konkret. Mos u mashtro pe gjendjes të mirë, pa u kon që e alarmon rrezikun prej përfundimit të keq. Domethënë ti je shumë burr i mirë. Që këtë Ramazan kon mashallah, ama gjasa që ka mundësi me përfundu keq nuk janë domethënë të vogla. Edhe rrjedhëmisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka ngresë alarm. Kur asoj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam
Nuk u që ka dosh me shpalosën gjendjen e tij, po ka dosh me mësu sahabët e vet. Edhe në fund i thot shokëve vet mos i vën lajmi, edhe i thuat që domethënë çashtu puna. Ja Rasulullah, e pam që bani vetvrasje, edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, inna rajula la ya'malu 'amala ahli al-jannati fima yabdu lin-nasi wa huwa min ahli an-nar. Ka dikush që tek njerëzit shihet, njerëzit e shohin fetarinë e dukshme dhe thonë kjo është xhenetlive, më po është domethënë pe zjarmit, pe banorëve të zjarmit të xhenemit. Ose ani shembull tjetër. E shohim Ibn Majah, Shalbani thotë hadithi ose sahih për Thaubanit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë la a'lamanna aqwama min ummati yatuna yawm al-qiyamati bi a'mali amthali jibal intihama bida. Thotë një disa njerëz për umetit tim, ditën e gjykimit kur të vinë kanë pas veprat e mëdha, po sikurse kodrat. Kanë pas shumë vepra, po sikurse kodrat e mëdha. Thotë fa yaj'alu Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Edhe Allahu subhanahu wa taala i ban plot dhe hi këtë veprat e mira tyne. Nuk kodra, nuk do të thon kodra dikush I cili e ban të madhe një punë çështë e madhe. Resulullah sallallahu alaihi wasallam po thotë I ka vepra si kodra. Domthonë shumë I saktë për shkrim. Mirë po, vini re sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që nuk kanë lexuar ngusht sikur lexojmë na. Nuk kanë thonë është problem I izoluar që aty janë njerëzve. Resulullah I pinjevka, sigurisht janë 10 vetë, janë 20, o problemi tyne. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I thotë ja Rasulullah, I thotë shokët e tij I thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah sifhum lana wa jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Thotë idur Allah, na I përshkruaj çysh janë ata, na I qartëso çysh janë ata, domethënë nuk po merr si rast izolumi tyne. Thotë na kallzo çysh I bë mu kon si ata, mos bëmu pa e ditë. Mos bëmu pa e ditë. Kjo është leximi I gjan, metodologjia e gjan, motivi I gjan, lexuesi I gjan. Domethënë hadithi nuk e merr si problemi që tërkujt, po e merr si problemi vetvetes, e pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë amma innahum ikhwanukum. Thotë çata që ditën e gjykimit ju shkatërron veprat, thotë janë vllazërit e ju. Wa min jildatikum edhe pi llojit tuaj. Wa ya'khuduna min al-layli kama ta'khudun. Edhe falën natën çish falën ju. Domethënë jo më pak se sa sahabët. Walakinnahum aqwamun idha khalu bi maharimillahi intahakuha. Mirë po thotë janë do njerëz që moment që mesin vet thotë shkelin kufit e Allahut. Si të vetmohen, lirohen, relaksohen me bëjgjunohen. Që kjo që e shpërfillin shikimin Allah subhanahu wa taala, Allah zveja u shkatron veprat domethënë ditën e gjykimit, domethënë me menu se kjo problem I izolumi disa vetëve ose I një brezi, është leximi ngusht. Moment që thu, shpërfillja e shikimit të Allahut rrezikon me humb këtë investimin, atëherë ki dalë domethënë te mendësia që e lexon xhan, edhe rrjedhimisht domethënë vjen aty ku duhet. Kështu që I përmend ashtu shembull, vëllezër, thjesht veç për me vërtetu që na lexojmë ngusht. Na lexojmë ngusht. U konjoni të bën Izrael, se mendojmë që na mujmë kon çaj. E lexojmë dikë prej gjëratave të para për mirë ose për keq, nuk e mendojmë potencialisht veten as të mirë as të, domethënë e keqja. Mirë po realisht, çka ngushtia e izolimit të tekstit në kontekstin e thon, ani pse nuk është konteksti I thon I veçantë me atë kontekst, un po do nëpërmjet këtyre shembull marr dente që kjo me vërtetu, e pastaj më mor vesh një shembull që realisht është nëse kom drejt më thon gjeneratori I valve të trajtesës që kena me bën këtë varg mësimesh inshallah. Domethënë, e kena një hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, unë e kam cituar shpesh. Mirë po shpesh na nuk e lexojmë me xhan. Hadithi është I qartë. Na e shikojmë një pjesë hadithit, por nuk e shikojmë një pjesë tjetër. Çfarë pjesë shumica e jonë te kalumi. Cila është ajo pjesë? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me një hadith paralajmëron paraqitjen e një sekte të devijuar. E paraqet edhe e kallzon me detaje çysh kanë mëkon ai sekti devijum. Mirë po teksa e përshkruan pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çata do të jenë sekti devijum, e përmend çata janë shumë të përkushtuar në ibadet. E përmend çata janë shumë të përkushtuar në ibadet. Domethënë, kur tham përkushtuar, më të përkushtuar se përkushtimi jon në Ramazan. Përkushtim I cili ka qenë kompleksues për sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë po, aty është një fjali shumica e neve të kalumi pa e meditu. Cila është ajo fjali? E shohim Imam Buhariu Muslimi për Abu Said al-Khudri, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur flet për këtë sekt devijum thotë yahqiru ahadukum salatahu ma salatihi. Thotë kur ta shihni namazin e tyre, kur gjë kam ju duk namazi juaj. O siyamahum ma siyamihim. Edhe kur ta shihni agjërimin e tyre, kur gjë kam ju duk kashi agjërimi tuaj. Yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum. E lexojnë Kur'anin po si ka përsen fytyn. Shehbe si ka përsen fytyn, nuk ju shkon në zemër. Kur'ani ju rrin gjuhë, nuk ju shkon në zemër. Yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah, dalën mbi vetë siç del domthonë shigjeta prej harkut. Hadithin e Aliut radhiyallahu anhu që shënim Buhariu Muslimi, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si përshkruan, thot la yujawizu imanuhum hanajirahum. Imani tyne nuk I ka përsen fytyn. Imani tyne nuk I ka përsen fytyn. Tash, shpesh na morëm çka hadith dhe trajtojmë vetëm kuadër të debateve teologjike për sektet e devijuara. Po këtu nuk ka thelbi. Thelbi është për marrë një kuptim se ekzistua ka një rast ku feja s'po mbrin kanë zemër.
Namaz po, agjerim po, namaz nate po, hatme po, virt po, amo jo në zemër. E këta është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e merr një rast me na kallzu, kur nuk mbrin zemër po është kështu. Te këta s'ka mbrin zemër ibadeti janë bos se këtij devijum. E të tjerë që s'ka mbrin ibadetin zemër, çka janë bën ata? Është qartë? Nuk duhet domosdoshmërisht me mbrit të njëjtit devijim. Nuk duhet domosdoshmërisht me mbrit të njëjtit devijim, amo të njëjtin shkak je. Edhe taj edhe të shumë musliman sot nuk vjen me përfundu imani në zemër, imani me deklarat. Saksisht, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na tregon që pas ka fetari që nuk mbrikën zemër. Edhe si mos mbrien zemër s'ka ku gjejç. Si mos mbrien zemër nuk ka mbrin aty ku dosh me mbrin. Edhe rrjedhimisht kena listë veprash, kena listë ibadetesh, kena listë përpjekjesh, po nuk kena mbjellje. Nuk kena mbjellje. A veni mbjelljes është domethënë është zemra. Për arsye, ku e kuptojmë që nuk ka mbjellje? Thotë jam rukun min ad-dini, dalin shpejt. Njëri del aty ku s'është i mjellt. Aty ku s'ki rrojnë del shumë lehtë. Për arsye për shembull, a keni dëgjuar dikush fjalë arabie për shembull, mu dashuru fuqishëm me dikë, ose mu lidh me zemër me diçka, më thon mas një javë, më thon e kom si shqetësim, nuk e di, ndoshta mos po ftof në mas 2 javë. Na këtë diskutime kena në fund Ramazanit edhe në fillim mas Ramazanit. Domethënë, se na pedimi që s'kena mjell. Na pedimi që kena bë lista, ama sa kena mbrin zemër, që më thonë, jo, kam mbrin zemër, u kry, nisen sham mbrin zemër, a delmo? Nisen me cilën lidh zemra, a delmo? Për arsye, ku thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk mbrin zemër, kjo janë nxjerrni pyetje të mëdha. A nuk mbrin zemër se fetaria është kafshat e madhe si ja përballon fyti? Apo nuk mbrin zemër, sikur që thotë Ibn Qayyimi, zemrat janë sikur se luginat. Mundet me pas shumë shi, po lugina kur nuk është e thellë nuk e pranon shiun. Zemra është e vogël, nuk është e gatshme për atë vërshim. Ti lëshon Kur'an, lëshon dhikr, zemra është shumë e vogël. Ose zemra nuk është e vogël, po çaq shumë është mush me mbeturina nuk ka vend për shi. Edhe automatikisht del pi shtatit. Ka investim, ka shi, po nuk ka vend për me pranu shiun. Nuk ka vend për me pranu shiun, kështu që un kam frikë në vëllezër. Siç që hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nuk ja ka përcen imani fytin, nuk i mbrin zemër. Kurani si mbrin zemër. Na kur ndoshta si kena minu çështu. Gjithë kena minu sa keq ai se këtij devijum që pas ka pas këtë provë. Amo kur si kena minu na neva ai na sigur që këtij ibadetet na kanë shkuën zemër apo veç i kena shujt dikon që i krytëm. Nëse i kishin shkuën zemër ajo ka mu reflektu. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shoi Imam Ahmedi, Sheikh Albani të hadith është Hasan Pevures, ka thonë at-taqwa ha huna. Devshmëria është këtu, edhe ka bën me dorë ka gjoksi. Domethënë, si mos të kenë mbrin këtu, atëherë është listë. Si të kenë mbrin këtu, devshmëri. Si të ketë mbrin te zemra, është misioni i kompletuar. S'ka mbrin te zemra, përsëri te operacioni se operacioni ka qenë i dështuar. Për arsye, me lenin Allah subhanahu wa taala, po du sonte me e shpjegu që një fetari që nuk mbrin zemra e s'është fetari. Ajo duket fetari. Një ibadet që nuk mbrin me lëshun rrojnë zemër, ajo nuk është ibadet. Është dukjen e kot ibadetit. Unë e di që mund të kjo si trajtesë më na kthym pikën zero. Po më mirë më kthym pikën zero, me bë diçka, sesa me vazhdu me e vetë mashtru vetveten edhe me rrejt veten edhe me e përgjum vetveten, domethënë me hamendjet e tona. Saktësisht, çka nuk është mbrin zemër është spërkatje, ama nuk është ujitje. Çka nuk ka mbrin zemër nuk është që ka lëshun rroj edhe rrjedhimisht ajo nuk jep edhe fruta, se për me dhon fruta diçka, me dhon fryta dikush, një pemë ajo duhet me pasën, domethënë rroj. E nëse ekzistua kanë rrojet te na, pima herët atëherë ibadeti ju hiq ato rroj. Nëse as rroja s'është, as ujitja nuk po zë vën, atëherë domethënë kemi lodhje të trupit sikurse tek ai sekti devijum, mirë po mas pronti yamruqun min ad-dini kama yamruqu sahmu min ar-ramiya, dalim pi fejas që është del domethënë shigjeta prej domethënë harkut. Çka i bë që kjo fjalia, ajo që mbrin zemër që është fetari. Çka nuk mbrin zemër nuk është fetari. Janë dy gjëra në vëllezër. Jam shumë i detyruar me përmbledh ligjatën shkoku i namazit të yatsis, por realisht lyp kjo një trajtim pak më të gjatë. Janë dy sene që njihet me çata e mot, a u mbrin zemër apo s'u mbrin zemër. Domethënë, nuk është ky pretendim. Kjo nuk është mohabet abstrakt. Ka çështë mot. Domethënë, ke lezu Kur'an në Ramazan, ose s'ka ik namazin natës, ose i ke fal namaz me xhamat. Kjo në dy sene në zemër e mot. E mot në teskje edhe e mot në iman. Domethënë,
një ibadet që u konë i frytshëm ta pastron zemrën, ta mush zemrën, ta çiltron zemrën, edhe e dyta ta shton imanin. Kjo është domethënë e preme. Kjo s'mundet me ekzistuar në shpjegim tjetër. Një ibadet që nuk ta pastron zemrën, domethënë nuk o të mrri ku do të. Nuk është duke mrri, domethënë ku do të. Po i marr disa shembuj për me kuptuar që e matni me akide, me bindje, me iman, edhe e matni me teskije, me pastim të zemrës, me adhurimet e zemrës, me smundjet e zemrës. Teskije edhe akide. Shembulli i parë, leximi i Kuranit edhe namazi natës. Ai na konkret, pavarësisht këtë janë kon, mos paku në taravia keni ngu Kur'an edhe keni fal namazin e natës. Thot Allah subhanahu. Allahu nazzala ahsana al-hadithi kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Thot Allahu ka zbrit Kur'anin me fjalë më të mira, që janë ajetet ngjashme njëri tjetrin, përsëritën argumentet, shembujt e kështu me radhë. A besojmë në Kur'anin? A lexojmë Kur'anin? Tash nis më njëherë ku do të marrësh Kur'an? Taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum. Rënqethen lëkurat atyre që kanë frikë për Allah. Domthon më njëherë efekti në zemër është. Më njëherë efekti të zemrës. Domthon nuk vën zemra murrënqeth, nuk vën lëkura murrënqeth si efekt i pranimit të zemrës, domthon ju të lexoj Kur'an me gjuhë. La yujawizu hanajiruhum. Nuk ka të ka për syfytin. Pastaj thot Allah azza wa jall, thumma talinu juludum, pastaj zbutën lëkurat e tyre. Domthon nis një proces tjetër i transformimit, thot wa qulubuhum ila dhikri. Edhe zemrat e tyre zbutën për me përmend Allahun. Sikurse Allah subhanahu wa taala tregon që mos promti ky proces, lexon Kur'an, mos ai rrënqethet, pastaj zbutet zemra, rezultati ka mbritë zemra, zemra çon te dhikri pastaj. Domthon çka kjo radhitje, kjo është radhitje me tregu se kjo cikli. Lexon Kur'an, mos mbromti ndreçet zemra, mos i ndreçet zemra që më përmend Allahun te bareke ve teala. Imagjino për shembull, mos si ta kryemi në hatmën, na harrojmë Allahun. Ose kena bë 3-4 hatme dhe na shlomu nga flet. Kjo i bëj që sot ullon efekt. Se s'ka mbritë zemra, të kish mbritë zemra prodhon dhikr. Zemra që e ka pranu ujin, ka me prodhu dhikr. Thot Allah subhanahu, inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'a. Thot namazi edhe leximi Kur'an që ndodh natën ka më shumë efekt. Efekt në ku? Në zemër. Efekt në zemër, kuptimin që pse ja vlen mu fal natën, se duhet me ndresh zemrën. Ku e ndresh zemrën? E ndresh me namazin natë. Që i bie, ki fal namaz natë. Edhe s'ki reflektuar te çështja e zemrës. Nuk u përmirësu zemra, nuk u mush zemra dikon, nuk tu ka shtu imani, i bie që domethënë është pikpyetja ka mrri ajo apo se ka përsyfytin. Ose thot Allah azza wa jall, "Wa idha tuliyat alehim ayatuhu zadatuhum imana." Kur tu reciton atyre ajetet ju shtohet imani. Që i bie, çdo ajete u kallzojnë që Kurani që ka efekt, hatmja që ka efekt, meditimi që ka efekt, lidhja me Kuranin që ka pas efekt, është çështja që ka pastu zemrën, edhe që ta ka shtu imanin. S'ka ndodhur këto dyja, domethënë kena listë. Amo jo rezultate dhe investimi i cili ka shku, domethënë tek zemra. Ose një shembull tjetër. Pjesë e ibadeteve që për shembull dikush e ka pas Ramazan ka qenë vetmimi. Qof vetmimi në xhami, qof në itikaf, ose edhe momente të caktuara që kena bërë dhikr, kena prit iftarin, kanë qenë momente meditimi, momente reflektimi kështu më radh. A kanë qenë momente jashtëzakonisht mira? Kanë qenë jashtëzakonisht mira. Mirë, realisht si ibadet, ku duhet me prek mas promti? Dy gjona, në teskia edhe në akide. Thot Allah subhanahu, alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ata të cilët e përmendin Allahun në çdo gjendje, e përmendin ulun, shtrin, duke ecë. Wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard. Edhe meditojnë krijimin e qiellit dhe tokës. Ne kena ibadet me kështu qiellin, në duke medituar se ka kriju Allah subhanahu wa taala. Tash, është ibadeti me përmend Allahun, mu vetmu, edhe me kështu qiellin edhe tokën, edhe me kështu qiellin e tokën krijimin e tij. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Thot mos i meditojnë thonë o Zot, nuk e ke kriju këtë kot. Domthon ky më një herë reflektin në zemër. Më një herë nisim me menun që s'mundet më kon kjo kot. Domthon çka reflektimi është i zemrës, ky nuk është domethënë i gjuhës. Edhe pastaj thonë subhanaka faqina adhaban nar, o Zot, runa pi dënimi i zjarrit. Ky a mos i ka bë gjuna, ka thonë o Zot, runa pi zjarrit. A mos i ka medituar qiellin. Efekti i shtimit të imanit, imani pi thot ka dalë se ky Zot kaç i madh ky edhe dënon. Me që është kaq i fuqishëm me kriju qiell, ky është i plot fuqishëm me dënu, ti i shkon menja që mundet me dënu Allah subhanahu wa taala. Çka ja në vëllezër e domethënë pikërisht çka domethënie. Domethënë meditimi, vetmimi, halwa, itikafi, duhet me ta pastru zemrën, edhe duhet domethënë me ta shtuar imanin. Ose e shënon Imam Ahmedi Imam Muslimi prej Al-Agharr al-Muzani, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, innahu la yughanu ala qalbi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, kanë erë kap një far gafleti, një far pluni zemrën time. Imagjino domethënë një far
plonin i farë mbulimi i ndodh zemrës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Wa inni la astaghfirullah fil yawmi 100 marra. A më thotë unë bëj istighfar 100 herë në ditë. Shkoj vetë çka ditë, unë bëj istighfar për zemrën, nuk bëj istighfar për gjuhën. Domthon çka istighfari jam është për me këtë plunin e zemrës, që i bie ti bën istighfar, çka istighfar nuk e paston zemrën, nuk ka shku ku dosht. Nuk ka shku, domethënë ku është dosht. Dhe i bie që është domethënë istighfar që nuk ka mbritë zemra. Ose thot Allah subhanahu, ya alladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. O që keni besu, kur takoheni edhe ballafaqoni me armikun, thot përqendrohuni edhe përmend Allahun. Përqendroni edhe përmend Allahun. Ç'kjo mu përqendru, ti mos me të lëviz zemra. Kjo problemi i zemrës apo është i gjymtyrve? Është i zemrës. A mu me mujt zemrën, po thot përmend Allahun. Që i bie kur zemra e qëndrueshme, kur e ki bë dhikr Allahun. Ç'është e mundur me përmend Allahun mos më kanë zemra të qëndrueshme? I bie që ky dhikr se ka kapur fytin. I bie që ky dhikr nuk e ka përsyet domethënë fytin, edhe rrjedhëmisht nuk ka mbrit domethënë te zemra. Krahasia thot Allah subhanahu. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta. Ot mos gabon me anu vesh, mos gabon me këshyr. Atë i cili zemra e tij nuk është na përmend. Zemra e tij u largu pe dhikrit, edhe i ka punë të shpërqendruara. Që i bie më bë me pas dhikrin që mrin zemër, rënitësh, drejtohesh, hen istiqame. Dallashit edhe, domethënë, ngatrohesh me gjunat edhe kur shirë së ndenudhe, i bie që dhikri nuk ka të mbrin zemër. Dhikri nuk është të mbrin domethënë në zemër. Po marr një shembull tjetër. Rujtja edhe ulja e shikimit nga harami. Domethënë, dikush kur e ul shikimin, a thjesht duhet me ul për me aletu vetvetes mos me pas fitne, apo tu investu me rujt zemrën, apo është tu investu për teskien edhe për imanin e vet. Thot Allah subhanahu, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Thuju besimtarëve në ta ulin shikimin, edhe le ta ulin shikimin pi haramit, edhe le të kujdesen për organet e tyre gjinitale. Thot dhalika azka lahum. Kjo më pastër për ta. Më pastër për ta qysh, më pastër për zemrat e tyre. Më pastër për zemrat e tyre. Pastaj thot Allah subhanahu wa taala, inna Allah khabirun bima yasnaun. Allah e di shumë mirë ata çka bojnë. Domethënë, momenti i uljes së shikimit është moment që veç Allahu të pa. Edhe nëse nuk dukesh. Po çaq je i vëmendshëm që me e kënaq Allahun subhanahu wa taala nëpërmjet uljes së shikimit, Allahu tregon se kjo ka me pas rezultat tek unë. Përdesa ti pedo pastërtinë e zemrës unë komo ta realizu. A kena domethënë mbështetje për këtë? Është transmetuar për disa hadithe të dobta, po që kuptimi është i saktë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pas ka thonë: "Ma min 'abdin yukiffu basarahu an mahasin imra'atin, walau sha'a an yanzura ilayha nazar, illa adkhalahu Allahu qalbahu ibadatan yajidu halawataha." Thotë nëse dikush e ul shikimin edhe pse mundet me pa haram. Edhe pse domethënë rrethohet nga bukuritë që mundet me shiku. Thotë Allahu subhanahu wa taala ka mi fut në zemër një ibadet që ka mjani shijen. Ka mi fut në zemër një ibadet që ka mjani shijen. Kanë thonë dietarët, ai i cili kujdeset për shikimin mos me shiku haram, është i kujdesshëm te këtë temë. Edhe me më pak ibadet e shijon më shumë ibadetin se njëri i cili shumë ban ibadet, po nuk kontrollon shikimin rrjedhëmisht, nuk e gjen. Për arsye, njerëzit që kanë kujdes te puna e shikimit, i gjon që mundën më kon ndoshta më mesatar në disa vepra, ama ndoshta 10 minuta fal namaznat, ose ndoshta 15 minuta fal. Po çaq shumë e forcon çaj namazin natës. Çaq shumë e shijon çat, është një dhuratë për dhuratave që Allah subhanahu wa taala ja vën në zemrën e këtij i cili është domthonë i kujdesshëm te çështja, domthonë e shikimit. Ose një shembull tjetër, ka thonë dikush biselefi që ka pas firasën shumë të fortë, shikimin edhe intuitin e ka pas shumë të fortë. Thot kush e pason sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe jeton me parimin që Allah është e pa, edhe ul shikimin, thot rrallë ndodh këtij firasja mi gabu. Domethënë ky lexon njerëzit në shikimin e parë. Domethënë i vlerëson njerëzit në shikimin e parë edhe e di me kanë me pas punë edhe kanë mos me pas punë. Edhe e prognozon pravarësisht kush çka mund të më kon, pini lloj intuitës që ka në zemër, thjesht i ka ardhur dhuratë se ka rrit pastërtinë e zemrës nëpërmjet uljes së shikimit prej domethënë haramit. Ose një shembull tjetër. Namazin që na e falmi, namazin që na tutmë që me bëmë lënë del pifeje, namazin që e konsiderojmë me shtylla e fesë. A e kena minutë që namazi i arrir në zemër ose çdo namaz, edhe namazi që e qesmi si listë të kryer, i kryetëm vakte të sot, është çet rezultat. Thot Allah subhanahu: "Wa amur ahlaka bis salati wastabir 'alayha." Thot urdhroj familjen tonë me fal namazin edhe ti ban sabër, maksimumin bane që ti dhe familja jote me fal namazin. Çka vazhdon ajeti tutje? Thot la nas'aluka rizqa. Na nuk kërkojmë prej teje rrezik. Nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Na ty të furnizojmë edhe funi i mirë është për njerëzit e devotshëm. Pse vjen përmendja e rrezikut mas
temës së namazit, sikur lëmë në kuptu domethënia e ajetit, se një namaz që ka mbrin në zemër ta shton tevekulin Allahun. Një namaz që ka u bën për një me dhe ka mbrit e zemra, që ky namaz ty s'bësh më marak për çështjen e rrezikut. Kush po thotë që furnizon? Allahu te barekutaala. E çi ban Allahu sebepet o çështje e tij, çi e furnizon Allahu, çi ndreç renat, çi shtron rrugën, çi e frymzon dikë ose tjetrin ose çi lehtëson sebepet, ajo çështje e Allahu te barekutaala. Ama ti a e ke ndjetë që këtë që një jetë ku ti e fal namazin, me një namaz që mbrin te zemra, ban test ai namaz, edhe ta shton imanin që ky namaz duhet me ta shtu tevekulin në Allahun subhanahu wa taala. Ose një shembull tjetër. A mendoni për shembull, ose saktësisht motrat muslimane për shembull që hijabi duhet me mbrin zemër. Hijabi është vepër e trupit, ama nis edhe përfundon në zemër. Thot Allah subhanahu kur flet për gratë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur i këshillon sahabët që keni kujdes kur shkoni te gratë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur folni me to e kështu me radh, thot wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Thot kur doni me shku me kërku diçka te gratë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thot kërkoni për te perdës, domethënë mos komunikoni drejt për drejt. Thot dhalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna. Thot se kjo është më e pastër, më e sigurt për zemrat e juaja o sahabe, edhe zemrat e grave të Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Domethënë efekti i hijabit nuk ka më bë filma. Efekti i hijabit të mas më të më ndër zemrën. Mas më të më ndër zemrën që i vjen një hijab që nuk ka ndër zemrën, ai nuk është hijabi i dur. Nuk është hijabi që ka kry punë. Për arsye, domethënë shumë herë fetaria jonë është pa ngjyra, sepse s'ka mbërrin aty ku që aty e merr ngjyrën, e merr të rrojt. Aty domethënë ujitët, edhe rrjedhimisht domethënë i nxjerr domethënë ngjethet me plotësi. Ose një shembull tjetër, e që domethënë ky shembull ata konkreve. Domethënë kërkimi i diturisë. Na vimi nderse, vimi lexojmë literaturë, përpiqemi me ndjek mësimet, vargjet e ligjërata e kështu me radhë. Çka është efekti i saj? Thjesht me kallëzu që domethënë elhamdulillah po shojmë mezliset e hajrit ku mfalen gjunat. Thot Allah subhanahu وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Thot ata të cilët mësojnë, ata të cilët vinë tek dija, ata të cilët pajisin me dije, ne ta dinë që kjo bi Zotit tanë, domethënë që shtohet imani. Domethënë ti vjen më të shtu imani. Domethënë me vetë dikush, pse ti çka shumë derse? Thjesht jam të sinu një rezultat, më shtu imani. Fa yu'minu bihi fatukhbit lahu qulubuhum. Thot një të besojnë, po let ju pastrohen edhe let ju nshtrohen zemrat. Domethënë dy efekte i ka dija, me ta shtu imanin edhe me ta pastru zemrën për Allahun subhanahu wa taala. Kështu që hapi i parë në rrezë i përmirësimit ton, që me shumë me qel udhën diku nal diçka që s'po mbrin zemër. Unë nuk po ja përgjigje pse s'u mbrit zemra. Se kjo varg mësimesh pastaj, çish është e mundur feja kryesisht nuk po e ka përcen fytin. Nuk po mbrin te zemra. La yujawizu hanajirahum. Nuk po e ka përcen fytin. Atëra përgjigjen e lamin në vargje të tjera mësimesh inshallah. Mirë po në këtë varg mësimesh me len Allah subhanahu wa taala, kena me bëni përpjekje. Cila është përpjekja? Me pa vetëm të smut, me pa vetëm të sprovum. Domthonë çysh e shohmi dikë që i mungon diçka e jetës, diçka prej shëndetit, diçka prej njerëzve të dashur. Çysh shohmi ata të sprovum me pa vetëm sprovum që imagjino me bë ibadet 30 ditë, imagjino me bë 6 muaj, imagjino me kon 5 vjet i ulzum, edhe që kjo fetari mos me mbrin zemër, ose shumë pak, shi madh të ro. Amo disa pika ose disa ndoshta edhe thjesht vesat pikash janë të shku te zemra, më shumë nuk mbrin. Ktu ka diçka. Për arsye hapi parë është me pa vetën të sëmur edhe të sprovum, thot Allah subhanahu wa nunzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa. Ne kemi zbrit Kur'anin ku ka shërim, ku ka ilaç. Kështu që na s'kena me lyp dikun tjetër. Thot Qatada, për selefit, thot inna hadha al-Qur'an yadullukum ala da'ikum wa dawa'ikum. Thot që në këtë Kur'an e keni edhe përmendjen edhe udhëzimin për smujat edhe për shërimin e tyre. Domthon edhe kur jena smu e kena domthon diagnozën në Kur'an, po edhe çish i bë mushnosh prapë e kena në Kur'an. Për këtë arsye, besoj që është e rëndësishme cili do pineve me reflektue tutje me len Allah subhanahu wa taala që dikun autonomet në fetaria, mirë po asnjëherë më e keq që kur si na bë marak për këtë punë. Gjithherë kena mot feja në veç me aspektin e dukshëm. Për afërsisht sikur çaj sekti devium që ka dalë në kohën e Aliut radhiyallahu anhu. Domethënë ata ka ardhur për transmetime edhe xhami edhe shtëpiat i kanë marrë ngjit me xhamiat sepse ditë nat kanë nejt në xhami të bëj ibadet. Ditë nat kanë nejt mas mramti e ju kanë afruar Allahu duke amësuar sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sepse feja nuk ka mbrin zemër. Feja ka më domethënë në deklaratë. Te ata ka ndodhur që ajo, te na u ndodh diçka tjetër. Te na është ndodhur diçka tjetër. Domethënë feja e cila nuk po mbrin zemër, nuk po kena forcë me çat fetarit tonën, me nejt mistikame,
mos me na marr dunja përpara, mos me shkel kufit Allah subhanahu wa taala, mos me dhon përparësi dunjas kundrejt ahiretit, dhe dhjetra tema që nuk bëhen pa mbërri feja në zemër. Nuk bëhen pa mbërri feja në zemër. Dhe për këtë arsye, me lenë Allah subhanahu wa taala këtë varësimesh kena me shpjegu surën Az-Zumar, e cila domethënë në përgjithësi çdo dy tema i ka. Qysh me pastru zemrën edhe qysh me shtu imanin. Qysh me e filtru edhe me qiltru zemrën edhe qysh me i kuptu bot kuptimet më themelore të besimit. Domethënë dy tema boshti ka kjo sure, zemrën edhe akiden, imanin edhe teskjen. Çdo dy tema janë surën Zumar dhe kjo është elhamdulillah mirësia Allahu subhanahu wa taala që pikërisht me realizuar çka qëllim, që mos me na met feja në fyt, domethënë me mujt nëpër kësaj sure me i të kuptu këto tema të moja dhe rrëdhëmisht pastaj me fillu një fetari të re. Unë mendoj që kushdo që i ndreq këto dy tema, e ndreq akiden mirë, edhe ndreq teskjen mirë, nëse eventualisht ndoshta e ka dhe një dekat udhëzim mas këtyre bot kuptimeve, ka gjallë që mund të më dogë që udhëzohet për zyti. Për arsye se, domethënë janë tema bosht që realisht njerëzit që kanë nejtë në periferi nuk mundën me pa qendrën. Sado që qendra është domethënë pjesa më qendrore, më e kapshme për këtë njerëzit nga cili do kënd që e shikojnë, kur largohesh shumë periferi o zor me pa qendrën. Edhe nëse qendra është domethënë shumë e bukur. Qendra është teskja, edhe domethënë tauhidi. Por me shumë me kuptu se çka më dosh me thon, imagjino vetëm çka hadith. Surja Az-Zumar është afër 10 faqe, gjys-gjuzi. E shënon Imam Tirmidhiu, Albani thotë hadithi o sahih, pe Aishës radhiyallahu anha, kana nabiu sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra Az-Zumar wa Bani Israil. Thot kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka flet pa paskënu surën Zumar. Imagjino çdo natë, ose nëse është përshkrim i shumicës së netëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shumicën e netëve Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e ka kënu surën Zumar, shkaku që po e përmbyll ditën me çdo dy tema. Tauhidi, edhe domethënë teskja, elusallahu me ne pastru zemrat, me na bën njerëz devotshëm, me na shtu imanin, edhe çdo përpjekje sado e vogël në fetarin ton me mbërrin zemrat e tona dhe me gjetë ditën e gjykimit. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.